Në këtë emision të veçantë, kemi nderin të bisedojmë me një figurë që përfaqëson brez pas brezi, përpjekjet për liri, dinjitet dhe drejtësi. Me neve sot në protagonist është zotri Zia Mulhaxha. Zotri Mulhaxha, mirë se erdhët. Faleminderit, sy keni thirrë. Zotri Mulhaxha, në ditën e çlirimit të PES, në këtë përvjetor ju u shpërblyet, ju nda titulli qytetar nderi nga kryetari i komunës dhe i vlerësuar nga një komision. Si e pranuat këtë çmim? Cila ishte ajo ndjenjë të shpërbleheni nga qyteti yt me një titull kaq të rëndësishëm? Me ju thonë drejtën, nuk e kom prit. Nuk e kom prit për arsye se në shoqërinë tonë ekziston një mendim i cili për mua është i gabum, që historia ja nis vetëm prej kësaj gjeneratës. Tentativat për barazi që ti popullit kanë qenë gjeneratat e gjeneratat. Historia o vazhdimsi, po kreta jo mbaret prej rrethanave politike, historike, a mundet me umbri a ideal i barazis. Unë e mendoj që sot qajo barazi nacionale është arrit. Mirë po, ajo nuk do të thotë që është e plotë në qoftë se nuk ka barazi edhe sociale. Barazia nacionale pa barazi sociale është si një flusk e cila fluturon edhe nuk e ka vlerën e vetë. Solidariteti i një popullit shifet kur është në gjendje qajo klasë politike e cila qeveris me mendu për ata që kanë nevoj. Jo veç për veti, po për ata që kanë nevoj. Me dhonë kushte, me dhonë arsye në ekzistencës qasaj qeveris. Këtë çmim që ju e fituat, që ju nda nga komuna e PES, ja kushtuat vajzës suaj, Vjollcës. Unë atë natë jom konë aq i prekun, që ndolli vdekja saj e papritur. Një ditë përpara, ajo vjen të unë se kuj shi, zyrja edhe ku banoj. Zakonisht të vike përpara, rike pak me mua dhe shkoj kem punë. Erdh natje, tha bab, pe bëj një leqenik shpejt e hajmë bashk. E boni, ajo konë shpejt, o konë shumë e aftë. Edhe hangre me nëgjës, shkoj ajo në punë. Edhe djali jem me familje e këshin planifiku me shku në Shëngjin. Nesër shkojmë në taman u vendosëm në hotel, kur i liri djali jem, po në thot bab, do të më këthim pej. Më hap bita, qka më pytje? Aj, po në thot, Smuto Jusufi, baba i Kastriotit. Më shqetësova, po thanë spitalo. Merë e lojmë në hotelin edhe nisëm, po aje grahke kerin 200 orë. Në ndalë policia, në ndali, po dule aje me grone vetë, po më shyllën dyrt, mos me ndi unë e qka po folin. E pasha aje qyte atë tiketin që e këshin. Po, atër i liri pas ka të regu qka ka ndollë. Erdhe në pej, edhe në pritë kohën të mendu për Jusufin, për babën e Kastriotit. Kur Fatmirja, vajza jeme, nonë e qëti që është ofër neve, thët babë, thë ka ndollë ma e keqja. Vjollë të vdisë. Jam jetë. Ndo këtë kretë ndërtesa unë di prej fshamjes teme. Edhe se ajo kënë vajza e parë.
Po jeta, po ofron, me thonë, pa drejtësi. Unë si prind, mosha jeme 88 vjeçare, vështirë është mi kontrollu ndjenjet. E di, e kuptueshme zotëria, e kuptueshme. Vështirë. Do të kalojmë tek rinia juaj, tek fëmijëria juaj që po them ka qenë e vështirë, edhe në atë kohë ka qenë e vështirë. Si e kujtoni pejen e rinisë suaj? Si ishte jeta në atë kohë, Xhazia? Të natë më shumët, gjithë ato çka i kem përjetu në rini e i idealizojmë, i zbukurojmë. Na kujtohen vetëm ato momentet e bukura. Jo skamja, gjendja materiale e keqe, po esenca ka qenë dashnia në midis të familjes, toleranca, ku ka harmoni burri e gruaja, aty rriten fëmijët mentalisht shnosh, mentalisht fort, ku edukohen që puna është ajo kryesorja që ndërton njerin. A neve prind na kanë eduku me punu. Me punu. Nuk ki mujt me shku me hongër në atër kem hongër në sofër, jo në tavolinë. Mu qupe i tavolinës, mu qupe i sofrës, po e pastru ti vetë. Do të kanë mësu me punu si fëmijë, me ndimu. Baba jem, mu merke me mu në pjatës, unë e ja bajsha sendet, i vogël. Me marë përgjësi. Edhe si 18 vjeçare e kry maturën, s'kishim të ardhuna, o duhet une me punu me mbajt familjen. Më shumë se 20 kilometra në ditë i keni bërë. 12 kilometra në kom, një mllaniz vogël, me dhonë mësim krejt ditën, 12 më këthy në kom, 24 kilometra. Ondër e kom pas bicikletën, po rroga o kon 8800, a bicikletat 25.000. Nuk kom mujt me be, edhe sot nuk di me gra bicikletën. Sa ka qenë vështirë më atë pak, ta mbash familjen? O duft me që ato pare ashtu ekonomizim me bo për me mbjetu mujin. Me kursy. Edhe kur gjo mos me gjujt. Ajo kanë edukata, po ajo kryesore është harmonia burr e gru. Kur ka harmoni, nuk ka fjalë, nuk ka fymje, aty rritet një gjenerat e shnosh. Kur nuk ka fjalë për tjerë. Është ajo e thonën, ma mirë me folë njoni me tjetrin, se njoni për tjetrin. Zakonisht na folim njoni për tjetrin. Meri vetëm partit politike. Vetëm folin njoni për tjetrin. Jo njoni me tjetrin. Në atë koha, Xhazia, tregu që ju e keni mbajt familjen. Na trego ato momentet e vështira që në atë moshë aq tre, ju ka ra bara për të mbajt familjen me një pagë vogël. Do një moment që nuk e haron asnjëherë ta kesh rolin e një mbajtësit familjes moshën 18 vjeçare. E mbajnë mend se babën tem atëherë ju nuk e dini, ka punu në sharë, si punëtor i thjesht. Po zvoglimi i punëve, zvoglimi edhe i fuqis punëtore që jo nduhet me lëshu punën. Qatë kvote ka kap babën tem. Kvota. Edhe jem jetë pa kur fartarë në vetë. Edhe mu ka doft si maturant, shokët e mi tonë kanë shku në studime, unë e doft me him punë. Për me mujtë me egzistu familja jeme. Edhe që aty është ajo baza e ndërtimit tem si njeri përgjegjësia. Përgjegjësia për dikon që ka nevojë. Edhe kredoja jeme jetësore është ka qenë derisa jam konë pozita, me ndimu tjerë që kanë pas nevojë.
edhe besoj që disave dhe i kam ndihmu. Okay. Nuk u mjaftuat realisht, keni pas kapacitet intelektual që të mos mbeteni veç me shkollë mesme. Dhe ashtu ndodhi ju vazhduat pastaj me fakultet, regjistruat fakultetin. Mu për me shku në studime më ka bind njerka jeme. Njerka jeme o kon një gru idoli jem. Jo njerk, po non 1000 herë. Njerka jeme ka qenë e verbët. Po si gru e verbët, krejt punë të shtëpis i ka kry, me tahmin. E mbajnë mend, une dëshim me hongër drek, na prek këtë durt. Haj shkolla i durt, si kila durt. O kon një gru, ama me intelekt, mdo këtë kish kalu me fakultetit. Një gru e vjetër, po e të jetë e meqme. Kur shimtare, me gjithë shka ka bo, ka improvizu për me hongër na diçka ma. Pej bukes bajat, me diçka përzike si me hongër qyfte. Qas i gruje u konë. Edhe ata e mbajnë mend. Edhe unë jam konë studive, ajo më ka bindë. Shko. Gjëna o ti, në zanë si mirë je konë me jetë me shkollë të mesme, me rogë të vogël. Shko. Na mbi jetojmë, ma ka bo. Sigurona ndimen sociale e ti shkon studive. Ndimen sociale kanë marrë dërsa e më kanë në student. Në vitin e dytë vdes ajo. Vdes edhe dëshira se e mram ka qenë me mpa. Edhe konvikt e marrë telegramin që o smut shumë. Mendje kom brit treni mbi e vdes në durt mi ajo. Ju e quat amanetin e saj deri në fonde, përfunduat fakultetin? E kom kry fakultetin, me herë jom ardhë. Me herë ndru situata ekonomike. Jom hin pun, jom martu, kom pas fatë që gruaja jeme edhe une e kem pas një qëndim të përbashkët. Ajo qka është esenca për mi ngrit fëmit të shnosh, mos me pas divergjenca burri gru. Ato qka ka thonë ajo, une e kom përkra. Ato qka kom thonë une, ajo e ka përkra. Që ajo harmoni i ka ngrit fëmijët e mi me kon mentalisht taft, po edhe me kon punëtor. Nuk ka pas aty do të se që i ka pas detyrat e veta. Me ndimu njoni tjetrin. Nona Kastriotit e para. Ajo 5 minis ka punu, ka ndimu. Edhe o konë si një farë shefi kryesori i motrave të veta dhe edhe djalit tem. Edhe shumë e kanë, edhe deri atë ditë që i ka vdekë, e kanë dashtë dhe kanë respektu. Fjale asaj e konë vendimtare për ta. Zotri Mulhaqja, po më intereson për ju dhe kër e keni përfundu fakultetin, cili ka qenë pozicioni shqiptarve në atë kohë? Sa ka qenë letë për juve me gjetë me fakultet, punën, edhe mu avancu më tutje? Une, kur e kom kry fakultetin 61-shin, jom konë juristi i dytë shqiptar, me diplom, në Beograd. O konë Sajt Meraku para meje, edhe unë. Edhe bejherë jom hinë punë dhe si praktikant. Pare të folë aty, praktikant 1 vjetë. Me mësu zanatin. Jo, sot e ki kry fakultetin, po të mu bo drejtor. Po asë një ditë pune. Mandej me thonë provimin për referent, edhe në karierë ki mujtë me shku për para në qofë se ki ditë. Në qofë se ki ditë, ki mujtë me shku për para. Po jo me dalaveri. Tash po të tregoj një rast, unë jom në të shoqatën e veteranëve të luftës dytë, po antifashistët, luftës dytë botnore. Unë e antifashizmin mas shumë të eqmoj.
edhe shkum të bokon zëvendësi ministrit Gjergj. Na premtoj që na pranon, kur shkojmë na, i nuk kishë lorë një referent aty. Edhe me ne po bisedon, a thu se është në Olimpaj, në diku në tokë. Në gotu nëse jom të shku për Zagreb, dhe më pjus, qka po lypti në Zagreb? Jom të hartu ligjin për penzione, thënë. Kur e ki kry fakultetin për djallis? Sa e ka kry fakultetin? Ti thash po shkon atje me kopju. Për me hartu ti dosh mas pak ti 10 vjet, 15 vjet, mi në gjevë prapanicën në karige, për me pas eksperiencë me hartu, me kopju po, edhe ato ki me kopju keq. E praktika e qësaj gjera, sa ma shumë me kopju, e jo me kriju. Me shitmend. Sa tu ka dasht ko, zotri Mulhoxha, me kalu, që ju pastaj me kalu edhe në pozita udhëhecëse, cilat realisht do t'i përmendim gjatë këtij emisioni. Keni qenë kryetari komunën, nëse nuk gaboj? Unë referent, mandej më kanë zgjidhur për kryeshef të administratën e komunës. Ato si ti që ki punu. Aty kom punu diku afer 4 vjetë. Ndodh plenumi 4, bjen ajo kasa e Rankovicit, bëhet një turbulencë madhe edhe tash ndrimet kadrovike. Me qenë se shqiptarët kanë qenë ma shumë shërptorë se në punësa, tash edhe shansa që këta të rritë me shkollë, me fakultete, ka dhe aldale me avancu. Edhe mu më thirin me shku në polici me punu. E më thirë Ragip Mahmuti, jo konë sekretar komitetit, shok i jem, edhe kur më tha me, unë i pitëm, ku me punu? Zotë në rujtë, nuk vijë atje, kur qysh? Mi vaj heshti, po në bas një jave opet në komitet, vjen u thesit e Kosovë, Gjavit Nimani e Bisa. Edhe Gjaviti, thot, mërë shok, dosh me shku atje, unë pëtëm, jo. Aj, asë një asë tha, mirë, a po donë me këthy Rajkon a Vujën Vojvodicin, ata që ishin eksponentat e shovinizmit serbomadh, a po donë ata me këthy. Na po dojmë, tha, diçka me ndru, ti s'po donë. Me njëherë kom pranu dhe shku. Gjatë kësaj periude, cili ka qenë funksion një të sa kim pas mundësi me qenë pro-shqiptarë? Ja, tash po të thëmë, kur kem shku në polici, i kem gjithë shqiptarë 13% punëson, polis tjesht ose kurira. Për 4 vjet, sa jem konë atje, e kem shëndru strukture nacionale në organet e policisë në 75% shqiptarë. Dhe pjesa me e madhe, sigurimin publik, sigurimin shtetnor, shqiptarë. O dukt punë e madhe, me regrutu njës të ri, me kinë punë edhe me qeverisë. Po jo vetëm kaq, në atë periudhë janë hapë shumë fabrika, edhe në hapë shumë vende tjera të punës. E tash, në bas policisë, unë e jom gjithë si kryetari komunës. Po, shtatëniti nëse. Unë e jom konë kandidat i popullit, jo i organeve të partisë. Edhe i vetëmi kryetar që o zgjidh me votat më shefta, unë e jom konë aty. Sa vota i ke marrë në atë kohë? 78, kandidati i partisë 21. 4 vjetë jam konë kryetari komunës. Për atë kohë janë hapë shumë fabrika, Zastava. Fabrika në fabrikën në këto kombinatin industrial bujqësor, 4 fabrika. Biraria, përpunimi i mjaltes, 4 fabrika të rejen, në Suaz. Kombinati i këpuzve, fabrika e bicikletave, fabrika akumulatorave, 20.000 punëtor në sektori shoqëror kanë qenë. Sot që ki asë një. Tënë ato fabrika janë privatizu me sumat qësharake, janë bo ndërtesa në vend, fabrikës ndërtesa, banesa, dreqë i malkum.
Prej 74-ës deri në 82-ët ju kaluat pozicione tjera, u avancuat pra. 74-82 jam kon antar i qeverisë 2 mandata. Dhe ajo periudhë, si e konsideron atë periudhë? Ajo është për mu periudha e ardhë, ajo perikliut e ardhë. Kur Kosova me hapa shpejta zhvillohet, tona institucione zhvillohet, vjen deri te formimi 70 universitetit, Akademisë Shkencave. 74-shën vjen kushtetuta 74-shët, kur pozita kushtetutare e Kosovës barazohet me pozitat kushtetutare të republikave. Me tëna ingjerencat, me pru ligje, me ekzekutu ligje, me qeveri, me gjyqësit pa anvarën deri të gjyqi suprem, me gjyqin kushtetutar, që atributi i shtetit, do të tëna ingjerencat e republikës i kemë pasë. Periudhën kur këtë qeverisur ju, për herë të parë është lejuar edhe flamuri kombëtar, flamuri kuqeze. Është moment që ja vlen potencohet sepse nuk ka qenë lehtë në atë periudhë. Para se 68-shin. 68 nga qenë. 68-shin, para se me arë qëndrimi oficial për flamurin me qitë. Ne dashmen e Saud Goranit, o qitë flamuri i parë, para se më oficialisht me dalë, qendrën e të vetë shërbimi. Në Korzën e shtetit. Te Korza. Aty erë një autobus i pej malit zi shqiptarët, pej kajtë ishin, zdrvitën pej autobusit, janë isën me përqafë flamuri, me puthe, ju bo një atmosferë për një me prekse. Edhe flamuri ka daldale u bo një atributi joni, një simboli joni, cilin tonë ka da erë puna, u duke mi denu ata që nuk deshin për festa mi qitë flamurat. E i qitëshin flamurat kur ishin para plenumit, kur ishin endalume, i qitëshin e tash kur u duke me qitë sa qitë këtë. Dhe pastaj flamuri lirshëm u bartonë për dasma edhe në për... Edhe në institucionin, jo vetë në dasma, private, institucionin. Institucionet e kanë vendosë, edhe flamurin kombëtar. Në kuvende, gjithë ku flamuri edhe në qeveri atje, si simbol i një popullit. Kur filluan, Zotri Mul Hoxha, pastaj protestat edhe ndryshimi i gjendjes, dhe si e përjeton atë situatë, sa ka qenë vështirë për juve? Ndodhë të njëshi, ndodhin demonstratat, zhvillimin në hovin më të madhë zhvillimit Kosovës. Merë hapet, në Beograd hapet diskutimi rreth pozitës kushtetutareve të krahine socialiste autonomit Kosovës. Me i herë. Lypet ndrimi i pozitës kushtetutare. Ingjerencat e Kosovës ka daldale më shu, Serbia mi marë ingjerencat. Deri të shumë i autonomisë në dheqën, kur prej subjektit u bo objekt. Aty ndryshoj pastaj, filloj me ndryshu pozicioni shqiptarëve? Pozicioni Janis i ka daldale u hek komplet elita shqiptare, në kry me Fadil Hoxhën, u shgarkun pe pozitave, u heken, generata e re e pregaditun për kompromise, ty me ndu që lëshojnë pe ata, e ka daldale, step by step, hapë mbas pa, e bike pozita kushtetutare deri të shumja komplet në dheqën, kur kushtetuta Serbis njër arbitrare, banditeske, e ndroj pozitën me zorë. A e keni përjetu vështirë këtë situatë? Unë e kom përjetu se unë kom dalë me herë në penzion, s'kom dalë se përnu me të. Keni dalë në penzion para koshën? Para koshën. S'kom dalë ma me përnu. Për me përnuje duhet me konë shërtori tyne. Mosha juaj e përjetoj normalisht edhe luftën e fundit vitit 1990, 1999, e cila realisht ishte kapaku i gjitha saj së çfarë. Si e përjetuat trazirat e 98? 99 që në bombardimi. Në bombardime, po. Bombardimi, unë jam konë banes me familje, kur u bombardu ato kazermat. Edhe neve, edhe u bombardu mandej ndërtesa e policisë karshi banesës teme, vërshun policë tash të dyrë të na, të dera jeme të banesa, ka 20 policë, 30,
bërë që një bali shqiptara i mali. Edhe në ato momente u dushe, unë me grunë me dalë me ble buk. Apo të ndalin, as po të ndalin. Ku tu kam varë jetë pej një rrugaqit, një banditit, a ki me jetu ajo. A kanë me të re, me të poshtnu ajo. Në bas 2 jave nësë kishim asker me dalë për i Prishtinës. Vjen dhondri ten me na thirë me dalë me ta. 9 vetë një kërë. Edhe më po thëmë jo. Po djali jam i liri, ma bo një babë. Ma mirë det në vrajnë rrugës, se këtu më banis, s'kem shansë me mbijetu në vrajnë që të që. E kom digu, 9 vetë kem dalë në Ulqin. Në një kërë. Ajo kalbaria, ato momente jonë ashtë shtirë është njeri mi përserit se pe përjeton shumë keqë. Kur tu kam varë jetë prej një rrugaqit, ato me të vranë rrugë. Sot 26 vite pas luftës, a është Kosova ajo çfarë ti dëshiroje? Çka është Kosova, këqyre ku vendin. Ku jem na, këqyre ku vendin. Nuk ka shumë nevoj me analizu çka është. Pra nuk e ka pozicionin ato ku ti dëshiroje? Ku mundet ti që 70 ditë maltretohet populli me çdo 2 ditë mi këqyr ata që krekosin, shesin adetarizem, shesin principe e kurkusion. Inatet personale, primitive, s'ka i shumërisht. Zotri Mulhoxha, isha ndalë të një detaj tjetër. Ju jeni, po thëmë, pozicioni juaj politike dhe angazhimi juaj për çështjet kombëtare, adetarizmin, pastaj për të mirën e përgjithshme, ka trashëguar edhe vajza jote Fatmire Mulhoxha Kollçaku. A jeni kënaqur me angazhimin e saj politik? Ajo jo vetëm që është vajza jeme, po ajo ka qenë edhe si një ndërgjanës më të mirë. Edhe këto në pej, edhe në Prishtinë. Po, ajo çfarë është, e qetë, edhe mënyra e komunikit saj është si tish diku i jashtë në perëndim, jo i mentalitet. A ke pas dëshirë që është angazhuar politik, që o hy në yrat e politikës? Kush? Ajo kanë edhe si nxënëse gjithë konë ajo kryesore që i pajtoj këtë në shkollë, asaj ju drejtojshën, konë një farë si mediatore. Edhe ka gabu që është ku në mjekësi. Edhe pse o mjek e mirë, o specialiste, o kritë, po e dënë politikën. Po mënyrën që ajo vepron, e qetë, këta që jonë, që duhen me ndigjoj, kanë pak vetë më të trashë. A mendon se në këtë kohë, paqja, atë dheu, kërkon të njëjtin përkushtim për në forma tjera? Se që dhe popull e ka qeverin që e meriton. Një popull që nuk organizohet, me rrethuat kuvend atje, me 100.000 vetë, edhe nuk e thot boll, mo. Ata nuk marrin vesh. I shehun ata kur dalin para kamerave çka folin. Para tash, ma miro me fol njoni me tjetrin, se njoni për tjetrin. E politika nësot në Kosovë, njoni për tjetrin folin. Sot, kur rinni edhe mendoni, a jeni i kënaqur, zoti Mulhoxha, me gjitha ato çfarë keni bërë dhe çfarë keni arritur në jetë?
Ajo të është një pyetje e cila është e vështirë, me thonë, ajo mi kënaqën, ajo. Në një mënyrë jo mi kënaqën, si dal në rrugë, nuk ka me mdal një policë me mbet që ke emnin. Edhe me ma hi far shuplake, ose me më qonë në burg. Me që ato jo mi kënaqën. Si njerë, si pjesë e një kombit, nuk jo mi persekutum. Po si njerë person, qofse e shoh një klasë politike e cila mundohet veç për veti, atër jo mi pa kënaqën, normalisht. Është dualiteti i kënaqësisë. I kënaqën je si komb nuk je mo i shkelun, pse e ke emnin. Po në qofse je i shkelun, jo pse e ke emnin, po pse si je në atë pozit që mundesh me vendosë e tjetër. Nëse do të shkruhej një faqe historie me emrin tuaj, çfarë kishe pas dëshirë më shkru në atë faqe? Unë ato, adi që kësha të thënë, para se me të thonë, po të thonë, janë isa shpinë me bo. Do isha, kur dal në penzion, me jetu në pej. Nuk e kur se kom pa veten me jeta jeme me u kry me Prishtinë, po në pej. Edhe, e patem qelë temelin, mune me o konë bushi morina kojshi, ishim ka i birë të pi, vjen një njerë, edhe puna mbarë, s'pe njoft, njeri pa njoftun, edhe puna mbarë edhe e kishë marrë një kesi. Në atë kesi një shishe alkohol edhe do çokolada që ka dion. Edhe po më thëtë, jam gëzu shumë që ja ki nisë mi bo shpinë, ullë, vja qita një birë. E unë për thëmë, mirë, ku po mjefti mu, unë s'po t'njofti, kush jeti? Tha, ti s'po mjef mu, po unë po t'njofti. Qështë është ti po mjef mu? Aj po ma përkujton, kjo 74, po ma përkujton 69. Në ora 3 natës, në banes, dikush po trokit, ish vjeshta, dal 3 vetë ty kajt. Qka? Njoni po më dhët, jem njës me një kamion me shleper me prikolic për rjek, specat i kem shit atë jemi mi dërzu. Po tha për shërë, unë dalem në një kafe të Vitomerica. Edhe vëllav janë, i cili i vetëmi o shofer, tha u fjallos me njonin, a i shkon milic, edhe e kanë shtim burg. Në asë njoni nuk di me gra, na jesin specat aty, kelben, a ata piresin atje. E unë pipës, a o konaj polici në uniform? Jo, civil. E marru në telefonin edhe për thiri kujdestarin e policisë. Qka më pyetje, o fjallos edhe, mirëve, a o konë detyr? Jo. Ajo zengë private, merë janë i shënimet edhe me i rëmensho. Ajo po më thot, shok kryshep, që shmensho, qërë thash, 5 minuta i keni kohë, 5 minuta, ajo me kom të dire. A morë vesh? Edhe i thomë aty. Tha, na jem konë ata që kem kajt të dire, qaj. Po ajo tash mu, po më vonë, tha, zoti ndimon atyne që mbarojnë shpi, e mirë po, mishte dhe dashamir dohen mi ndimon. E ndjirë pjesë e tres një pliko, që ka shtrash, ndorë. Edhe mishte me ndimon. Au, thash tash e dhiven to. Ka pe këto edhe zhduku pe këtujt. Ta thiri policir edhe të shtinë burg. Hup! Amon! Qatë rakin, dali, hajtë hup. Qatë jo punë. Kisha kalu tek disa detaje shkurtimisht, pavarësisht angazhimeve, sfidave që ka kalu, je një si mirë dhe i filmave hollywoodian klasik,
po ashtu edhe i muzikës. A vazhdon ti përcjellësh akoma edhe... Une i kom pas afer 100 long plenka. Une i adhuroj Din Martinin e krejt muzikën e cila mi knaq nervat edhe. Këto muzikën talavala këto nuk kom merak as mendi. Edhe kush jom konë, une tash po të tëmë, une. Më ka hinë hajnat të une në shpi. Edhe s'po, as policia s'po të halkat ke shpinë si hajnat. Na ishim deti, vi une, e lo familjen atje, me nëzi, une me 2 vlazen, me nëzi e kem pru shpinë në veti. Po Fiza Dranqolli jo konë operativist, për hajna, për 2 dit i kanë zonë ta. Edhe ato kujshit e mi. Po komenti ati kryesorit hajnit, po qëfar ministri ishaj dinar s'kish? Ata kanë lyp pare, se krejt librat e mija të qelu, ty lyp pare. Na je kem jetu pe i rogje, që aty o punë. Nëse zëri juaj sot dhe dëgjojnë krejt Kosovën, ta kishe një mikrofon në dorë, edhe për 2-3 minuta ti drejtoheshe gjithë popullit, gjithë qeveritarve, gjithë deputetve, po thënë gjithë dhe në tërsi. Qëfar ju kishe thënë? Me një fjali, e janë në veti. Kur gjoma ato tje? E janë në veti. Zotri Mulhoxha, falemderoj shumë për kohën që ndave tjesh me neve. Turojmë njëherë për çmimin qytetar nderi, çmim më se i merituar. Falemderojmë për gjitha sakrificat, gjitha të mirat që i ke bërë për popullin, gjitha ato punësime që ju ke gjendur njerëzve në nevojë në atë kohë, popullit shqiptar, por edhe për të tjera që ndoshta nuk u thanë këtë emision, sepse minuta është e caktuar edhe e kemi të pamundur të përfshijmë gjithë shka çfarë ke bërë për vitet e tëra, për dekadat e tëra, për popullin tënd. Ajo pak pe janë stonde një egzagerim, adin nuk ish duhet me të pru. Po jam shumë i kënaqur në jetë që kom kriju një gjenerat të punëtorsh, kom kriju një gjenerat ndershëm. Muj me thonë që fëmijët e mi janë njerëz ndershëm. Kom kriju nipat ndershëm, që njoni jo që ty që. Kastriotin e ki për qef? Edhe aj, edhe tjetri aj, qetri. Elioni? Elioni. Tënë janë, i kanë kry fakultetet në zanës shembullor, njerëz ndershëm, për mua ajo suksesi maj madhë i jemi edhe i grus teme. Kur s'kem pas, unë e me grun kontradikta kur janë konë fëmijët në pyetje. Bo që unë ka herë kom gabu, po gruja jeme kur nuk më ka qërtu gatë tyne. As unë e grun teme, jo. Na i kem ra në një vend. Nuk ka pas divergjenca. Po shtë janë rritë shnosh edhe mburna me ta. Ajo sukses. Na pare s'kem, po i kem fëmijët e mirë edhe po hupja ajo që ka mas shumë të e kom dashtë. Zotri Mulhoxha, turoj shëndet, shëndet të plot, uroj me gjithë zamër që t'ju kemi gjatë në mesin tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit.